Qa fitoret. Po normal s'po më në mund, upi në shpe, upi që dy në rend. Po ke deri dje, para dite. Jo, edhe Girona kun s'pon deri dhe gjira para se më krypë të në ka në për eksistencë. Girona atje në vend por ke Prishtina. S'po lidhje për Elveqje, por në fund kampionatit këshyren këto. Fund kampionatit këshyren. Nuk. Mu për veti, unë kam, që mu për Prishtina kampion? Mu nuk unë binë që është Prishtina e pik në alo për kampion. Mos po diskutojmë për kampion dimre, po veror. Exakt, tani nuk prejet me thik tani, bëhet tani. Mendimi im është këtë pak të. Jo të e preve të the pu. Unë mendoj. Jo, s'ta mendoj, the pu. Po mendoj që duhet vit titullin kryeqytet. Jo, tash po thu mendoj, por the pu. Veç ta pu, jo the pu. Ti e preve, unë jo. Unë po mendoj, ti e preve, unë ju përmbajta pyetjes. Jo, ju përmbajta pyetjes zotërisë. Ti ishe korrekt Altin se Faruku Elici mësu me kalkulime këto. Diskutojmë me 4 gola tani, jo më vonë. Tash kampionati është i gjatë, 4. Unë veç niva që the ti e preve, ti the pu. Kur thush pu është e preve. Unë se mora mendimin tat, nuk e dëgjova mendimin tat. Po nëse s'je kon këtu. Jo ti the ju e dini. Ju e dini the. Atëherë e orë në emision dush me ngune se orë në emision këtu. Jo ti the ju e dini, nuk e u shprehe. Shumë të përshëmë se dëgjova nga ti. Sinqerisht po flas për se. Çfarë dëgjove? Që mendimin që vjen titullin kampion apo jo. Në Prishtinë, po. Unë e kumëllon më të si ju. Jo. Për në fillim të kampionat, nëse na ke ngunë në emision e ere, ti këthej emisionet marë atë ngën. Edhe që e vjen. Po, prof? Kështu. Prishtina është prej klubeve të vetme që ka një projekt. Do të ka fillu, ka projekt. Deri tash kemi pa një gjë tjetër. Deri tash kemi pa, tash po e them unë kështu, po e publikoj, nëse s'është thonë, po e themi. Prishtina ka një projekt për shkak se ka grumbullu lojtarët më të mirë. Perspektivë që i ka Kosova apo edhe Prishtinë. Pastaj ka fillu në një infrastrukturë, po investon në infrastrukturë, kështu duhet të jenë të gjitha skuadrat në Kosovë. Duhet të kenë një projekt, të investojnë në projekt, të investojnë në futbolista dhe në infrastrukturë. Unë mendoj se nëse s'bot kampion vjeshtor, mundet në të ardhmen vitin tjetër, ose edhe në 2 vite tjera të jetë një skuadrë cila do të dominojë futbollin e Kosovës. Për momentin, liga është shumë heterogene. Do të thotë nuk ka rivalitet, themi të bindshëm një skuadrë e cila mund të diferencohet, të dallohet, të dominojë, të ketë kontinuitet. Ashtu si e tha Liridoni, tha edhe drita edhe Ballkani, do më thonë janë heterogen në konkurencë. Hupin, fitojnë, ati prej skuadrave ma poshtë, do të thotë ne ndodhi tash me Prishtinë, skuadra ma e fundit e fitoj i lojnë. Po nuk kemi do me thonë kështu konkurencë, rivalizume, cila dominon, edhe shkëputët themin nga ata të cilët e përcjell. Do të thotë këtu futbollin Kosovë me përjashtim kur ke Ballkani, dikur dominonte, e kishte një strukturë të lojtarëve edhe trajnerin edhe dominonte, me të vërtet dominonte edhe do të thotë vrejet edhe shifët se struktura e lojtarëve. Trajneri, timonieri edhe e boni atë punën e vetë, dominonte.